negociuese, nga pozicioni jonë negocius, nga mitësia jonë me administratën Trump. Kemi hyrë në një periudhë ku vendimet politike, strategjike, nuk janë më vendime të proceseve. Po. Janë vendime të momentit. Kështu që koha në të cilën ne duhet të reflektojmë, të ndërtojmë pozicion, të ndërtojmë platformë negociuese, tani është shumë më e shkurt. Unë këto e shoh si mundësi më shumë se sa si sfidë, sepse mundësia jonë është që të rikthehemi dialogut në esencë, që esenca e dialogut është njohja e shtetit serb, shtetit të Kosovës dhe përmirësimi i marrëdhënieve midis dy shteteve. Serbia sot është shteti serb, regjimi serb është shumë më i varur në proceset e veta euroatlantike se sa Kosova për arritjen e kësaj marrëveshje. Këto duhet ta shfrytëzojmë. Gjithashtu duhet të shfrytëzojmë faktin që ne nuk e kemi bërë edhe aq mirë se sa është dashur të bëhet gjatë këtyre viteve, është shfrytëzimi dhe argumentimi dhe përdorimi e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi sovranitetin dhe të drejtën e Kosovës për shpalljen e sovranitetit. Ju mendoni që nuk është përdorur mjaftueshëm në politikën e jashtme kjo? Promovimi i një kundërpërgjigje të ashpër që i ka shkuar Serbisë ndaj pyetjes që e ka bërë vetë? Po, mendoj që nuk është përdorur dhe mendoj që duhet të përdoret më mirë kjo duhet të përdoret në secilin takim, duhet të përdoret në secilin instancë ndërkombëtare, sepse, siç e thatë edhe vetë, fuqia e vendimit të GND-s është që ka qenë reagim, refleksion, përgjigje ndaj një emocioni nga shteti, regjimi jonë armik, regjimi i shtetit serb. Si mund të përdoret është që t'i rikujtohet secilit institucion ndërkombëtar, që në çfarë do mënyre nuk e njeh sovranitetin e Kosovës, duke u thirrur në procedura tyre të mbrëmshme, t'i rikujtohet që janë në kundërshtim me vendimin e GND-s. Dhe ka mekanizma ligjor ndërkombëtar që kjo përgjegjësi edhe të ndjeket. Kështu që unë institucionet politike ndërkombëtare, një fushë që i druhen dhe që nuk e njohin, është e drejta ndërkombëtare. Kështu që thirrja ime institucioneve tona është që të përdoret vendimi i GND-s në secilin takim, jo vetëm gjatë procesit të dialogut, por në secilin instancë ku ka një tentativë e cila arsyetohet me procedura të mbrëmshme të atij entiteti ndërkombëtar, që Kosova ose të përdoret më fusnot ose të mos njihet si shtet i pavarur dhe sovran. Gjatë mandatit zotit Biden, presidentit amerikan, pati një ndryshim të kursit amerikan në raport me formulën e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë ndikoi natyrisht lufta në Ukrainë edhe shumë çka, derisa në ato momente qëndrimi amerikan ose deri në ato momente që ka qenë njohje ndërsjell, po respektim edhe i marrëveshjeve, më pastaj njohje ndërsjell direkte u hoq nga një formulim i mundshëm. Tani Serbia e kërkon me ngulm një krijesë të brendshme për brenda shtetit Kosovës, që është asociacioni komunave me Shqipërinë serbe, për cilën nuk është që ka patur vullnet nga njëra dhe tjetra palë, nëse i referohen pozicioneve politike, të subjekteve politike për ta zbatuar. E kërkon me ngulm asociacionin, por nuk është e gatshëm ta bëj njohjen e ndërsjellë. Sa është realiste që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë e qëndrueshme pa e patur njohjen de facto dhe de jure, po e quaj njohjen formale të ndërsjellë, kur do dijej se cili do të ishte pozicioni i Kosovës dhe se cili do të ishte pozicioni i Serbisë. Apo është e dëmshme që të lejohet krijimi i asociacionit pa patur njohje të ndërsjellë, duke e ditur që e ke një shtet që të lufton nëpërmjet një mekanizmi dhe atë mekanizëm e krijon ose e ka shtesë eventualisht. Problemi me kur nuk është paraqit asociacioni si një kusht, ndërlidhet me disa lëshime që ne i kemi bërë më herët. Po filloj me çështjen e që s'është harru çështjen e
e tabelave, ku ka fillu një antagonizëm